Liturgjia e fjalës së Zotit e dielës së 4 gjatë vitit kishtar, cikli B. Me njëherë pas thirrjes së 4 peshkatarëve, Jezusi shkon bashkë me ta në sinagogën e Kafarnaumit dhe fillon të mësoj popullin. Marku Ngjelltar thotë se njerëzit ishin të mahnitur nga mësimi i tij dhe vënë në dukje autoritetin e Jezusit përkundrejt mungesës së autoritetit të skribëve. Mësimi i Jezusit zhvillohet brenda kontekstit judaik dhe është vazhdimisht në kundërthënie me mësimin e skribëve dhe të farizejnëve. Por biri i hyjit nuk ka ardhur për të kundërshtuar skribët dhe farizejnët, ai ka ardhur për të mundur tunduesin që e mundon njeriu. Të dashur dëgjues, hir e paqe prej hyjit Atit ton dhe prej Jezu Krishtit Zot. Jeni duke u shoqëruar me valët e Radio Marisë së Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Në vazhdim ju ftojmë ta dëgjoni liturgjinë e fjalës së Zotit, leximet dhe komentin e Patër Lovro Gavran për të dielën e 4 gjatë vitit B liturgjik. Hiri i Zotit qoftë me ju. Leximi i parë i së dielës së 4 gjatë vitit B liturgjik është marrë nga ligji për Trir, kapitulli 18, rreshtat 15 deri 20. Libri i ligjit të përtrir kuptohet në Bibël si fjalimi i lamtumirës dhe trashëgimia e profetit të madh, Mojsiut. Në fund të jetës së tij, Mojsiu shikon prapa ngjarjeve në Sinai dhe beslidhjen e Zotit me popullin e tij, por ai gjithashtu premton njerëzve që do të ketë edhe një profet të madh pas tij që do ta shoqërojë dhe mësoj popullin. Vëllimi i tekstit. Teksti përqendrohet tërësisht në trashëgimin profetik të Mojsiut, prandaj ai distancohet nga praktikat e tjera të kuptimit të planit hyjnor, si dhe bën dallimin midis profetëve të vërtetë dhe të rremb. Sidoqoftë, detyra e profetit do të kuptohej më mirë nëse do të ishin përfshirë vargjet 9 deri 13. Gjendja emocionale melodia të folurit. Premtimi i Zotit është serioz dhe i prerë. Premtimet dhe kërcënimet janë të ekuilibruara. Rekomandohet një mënyrë leximi që është qartë, kumtuese dhe dinjitoze. Forma e veçantë e leximit me zë. Nëse është e nevojshme, pjesa e tekstit mund të ndahet midis 3 folësve. Rrëfyesi, gjithsesi tregimtari dhe populli mund të lexohen nga një person, plus Mojsiu dhe Zoti. Vargu 15a, tregimtari, lexuesi i parë. Vargjet 15b deri 16a, Mojsiu, lexuesi i dytë. Vargu 16b, populli, lexuesi i parë. Vargu 17a, Mojsiu, lexuesi i dytë. Vargjet 17b deri 20, hyji, gjithsesi Jahveu, lexuesi i tretë. Lexim prej librit të ligjit të përtrir. Mojsiu folje e tha: Profet si që jam unë, do të zgjoj Zoti, hyje yt, në popullin tënd, prej vëllezërve të tu, atë dëgjoje. Mo ashtu si që kërkove prej Zotit hyje tënd, në malin Horeb, ku që bërë tubimi i përgjithshëm e kur the. Nuk dua më ta dëgjoj zërin e Zotit, hyje tim, dhe nuk dua ta shikoj me atë zjarr të madh, që të mos des. Atëherë Zoti më tha: Falen kritësisht me vend. Do të ngrej ndër ta prej vëllezërve të tyre një profet të ngjashëm me ty. Në gojën e tij do t'i vën fjalët e mia, dhe ai do të flas gjithçka unë kam për t'i urdhëruar atij. Ai që s'ka për t'i dëgjuar fjalët e mia, që ai do të flas në emrin tim, atë do ta ndeshkoj. Kurse profeti që do të kishte guximin të fliste, i tradhuar prej pacipjes,
në emrin tim, çka unë nuk i urdhërova të flas, ose flet në emër të hyjeve të huaja, le të vritet. Fjala e Zotit. Bëj o Zot, që ta dëgjojmë zërin tënd. Eja ti këndojmë Zotit, ti brohoritim hyjet, shërbusit ton, ti dalim para me falënderje, ti këndojmë këngë hareje. Bëj o Zot, që ta dëgjojmë zërin tënd. Ejani ta adhurojmë, të bijem përmbys para ti, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyu ynë. Ne jemi populli i kollotës së tij, grigja që ai e ruan. Bëj o Zot, që ta dëgjojmë zërin tënd. Sikur ta ndjenit sot zërin e tij, mos e bëni zemrën tuaj gur, por si në merip, por si në ditë të masës në shkretëtir, kur etri tuaj më vunë në sprov, më provuan megjithse i kishin parë veprat e mia. Bëj o Zot, që ta dëgjojmë zërin tënd. Leximi i dytë i së dielës së 4 të gjatë vitit B liturgjik është marrë nga letra e parë drejtuar Korintianëve, kapitulli 7, rreshtat 32 deri 35. Me ardhin e Krishtit, është më mirë të jetosh beqar, do me thënë i pamartuar. Pali apostull e shtron këtë pyetje të kishës së Korintit dhe e drejton atë tek gjërat thelbësore në një argumentim të diferencuar. Sa jam i lirë apo e lirë për kauzën, gjithsesi punën e Zotit. Vëllimi i tekstit. Pjesa e leximit vijon drejt për drejt nga ajo e së dielës së tretë të mëparshme në ciklin vjetor liturgjik, i cili përfshin letrën e parë Korintianëve 7:29 deri 31. Të dy pjesët janë të ndërthurura ngushtë dhe janë pjesë e një konteksti argumentues që fillon tashmë te kapitulli 7 rreshti 25 dhe shtrihet deri te kapitulli 7 rreshti 40. Udhëzimi paraprak për fundin e botës, 7:29 dhe 31, është i rëndësishëm në mënyrë që t'i klasifikojmë sakt thënjet e Palit për njerëzit e martuar dhe të pamartuar. Fillimi i vargut 32 tregon qartë këtë ndërthurje me atë të mëparshmen. Dëshira ime është. Dhe duket si e papritur. Gjendja emocionale në melodia e të folurit. Në argumentin e tij, Pali krahason shqetësimet e të martuarve për bashkëshortin, gjithsesi bashkëshorten, me ato të pamartuarve për punën e Zotit. Ky kontrast duhet të përpunohet te paraqitja e leximit. Në vargun 35, Pali më në fund dhe me pesh i jep drejtimin e tij. Ky varg i fundit përcaktohet gjithashtu nga një ballafaqim, jo për t'ju vënë ndonjë lak, por në mënyrë të përqendruar në shërbimin e Zotit, e cila duhet të vinë në shprehje gjatë leximit me zë. Pika kulmore është thirrja për të jetuar krejtësisht të përqendruar në shërbimin e Zotit. Lexojmë prej letrës së parë të Shën Palit apostull drejtuar Korintasëve. Vëllezër, dëshira ime është që të mos keni kokësharje. I pamartuari kujdeset për punët e Zotit, si t'i pëlqej Zotit. Përkundrazi i martuari kujdeset për punët e shekullit, që t'i pëlqej gruas dhe është i ndarë. Por edhe gruaja e pamartuar dhe virgjëresha kujdeset për punët e Zotit, që të jetë e shenjtë me trup e me shpirt, kurse e martuara kujdeset për punët e shtëpisë, si t'i pëlqej burrit. Këto po ju them për të mirën tuaj, jo për t'ju vënë ndonjë lak, por që të jetoni në mënyrë më të përshtatshme, krejtësisht të përqendruar në shërbimin e Zotit. Fjala e Zotit.
Ungjilli i së dielës së 4 gjatë vitit B liturgjik është marrë nga Marku Ungjilltar kapitulli i parë rreshtat 21 deri 28. Në fillim të veprimit publik të Jezusit, Marku Ungjilltar e shpalos agimin e mbretërisë së hyjit përmes një serie tregimesh për dëbimin e demonëve, gjithsesi shpirtrave të ndytë, dhe shërimin e të smorëve. Epizodet e bëjnë të qartë se kush është Jezusi në të vërtetë, Biri i Zotit i prezantuar më parë në pagëzim. Vëllimi i tekstit. Perikopa e pavarur hartohet nga informacioni për kohën dhe vendin e hapjes, vargu 21, dhe përfaqësimin përfundimtar të thirrjes në zgjerim të Jezusit, vargu 28. Në qendër është mësimi i fuqishëm i Jezusit, vargjet 22 dhe 27, të cilit madje edhe shpirtrat e papastër duhet t'i binden. Gjendja emocionale, melodia e të folurit. Është një tekst dramatik. Theks i madh vihet në përshkrimin e vendit, kohës dhe efektit të predikimit të Jezusit, vargu 21, para se të fillojë veprimi i vërtet dramatik, vargjet 22 deri 27. Ne mund ta kuptojmë egzorcizmin e përshkruar në të si një betejë e lashtë e perëndive, në të cilën fuqia superiore e Zotit të Izraelit, e cila vepron në Jezusin, vendoset mbi fuqitë djallëzore që skllavërojnë njerëzit. Forma e veçantë e leximit me zë. Opsionet e kremtimit të një meshe të shenjtë për familje. Vargjet inkuadruese 21 dhe 22 lexohen me zë të lartë dhe në mënyrë paralajmëruese nga një lexuesi i parë, si një titull ose një përmbledhje e ngjarjeve të mëposhtme. Lexuesi i parë pastaj tërhiqet më një anë dhe pret që lexuesi i dytë të lexojë ngjarjen në fjalë. Lexuesi i parë e lexon përsëri përfundimin, vargun 28. Veprimi i një mend dramatik te vargjet 22 deri 27 lexohet nga lexuesi i dytë. Skena shfaqet si në dramë. Vargu 23, një personi i parë, i cili përfaqëson burrin, ulet në hapësirën ku ndodhet altari me shikim ka qiriu i pashkve që digjet e që simbolizon Jezusin. Një person i dytë në prapavi e mban një leck gjithsesi shami të errët mbi prapa personit parë. Vargu 24. Personi i dytë te fjalët e shpirtit të dytë bën lëvizje me leck në drejtim të qiriut të pashkve. Te "Çka ke me ne, o Jezu Nazareni?" vizatohet, gjithsesi shënohet një pikpyetje në ajër me leckën e zezë. Te fjalia "A erdhe të na shbish?" lecka drejtohet ose hidhet në një hark të lartë, larg nga qiriu i pashkve para këmbëve të personit të ulur. Për "Unë e di kush je, shenjti i hyjit", personi i dytë bën një hark gjithëpërfshirës me leckën në drejtim të qiriut të pashkve. Vargu 25. Personi i dytë e mban leckën në tension të plot në mënyrë që fjala e Jezusit të godas sipërfaqen e zezë me forcë të plot. Lexuesi, gjithsesi lexuesja, duhet të lexojë mirë dhe në mënyrë të përmbledhur. Vargu 26. Personi i dytë e lëviz personin e parë para dhe mbrapa me leckën pak mbi shpatulla, atëherë lecka hidhet nga personi i dytë në një hark të lartë në dysheme. Vargu 27. Personi i parë ngrihet në këmbë. Personi i parë dhe i dytë shikojnë njëri tjetrin në mënyrë të habitur. Te fjalët "Ja një mësim i ri i pajisur me pushtet", ata tregojnë drejt qiriut të pashkve, kurse te fjalia "Ky u urdhëroka deri edhe shpirtrave të ndytë dhe ata po e dëgjokan", ata i tregojnë leckën e errët të shtrirë në dysheme. Lexuesi i dytë qëndron më një anë. Vargun 28 përmbyllës e lexon përsëri lexuesi i parë. Ministrantat gjithsesi shërbyesit pastaj kalojnë nëpër aniatën e kishës dhe u thon njerëzve nëpër banka: "Jezusi është shenjti i hyjit. Ai e predikon një mësim të ri të pajisur me autoritet. Përhape fjalën." Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut, kapitulli i parë, rreshtat 21 deri 28.
arritën në Kafarnaum. Me njëherë të shtunën, Jezusi hyri në sinagogë dhe filloi të mësojë. Njerëzit mbetën të habitur nga mësimi i tij, sepse i mësonte si ai që ka autoritet, e jo si skribët. Pikërisht atëherë ishte në sinagogën e tyre një njeri i pushtuar prej shpirtit të ndytë dhe bërtiti: "Çka ke me ne, o Jezu Nazareni? A erdhe të na shfarrosësh? Unë e di kush je, shenjti i hyjt." Jezusi ju kërcënua: "Hesht dhe dil prej tij." Shpirti i dytë si e përplasi pa mëshirë dhe si lëshoi një britmë të madhe, doli prej tij. Të gjithë u tmerruan dhe i thoshin njëri tjetrit: "Çu bën kështu?" Ja një mësim i ri i pajisur me pushtet. Ky urdhro kaderi edhe shpirtrave të ndytë dhe ata po e dëgjokan. E me njëherë u hap zëri për të gjithë kund në 4 anët e krahinës e Galilesë. Dëgjues të dashur të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Sot e komentojmë pjesën e Ungjillit të së dielës së 4 gjatë vitit kishtar nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli i parë, rreshti 21 deri 28. Ungjilli sipas Markut është më i shkurtri ungjill i besëditjes së re. Shën Marku ungjilltar, nxënës besnik, ishën Pjetrit apostull, shumë shkurtimisht i shënon momentet më të rëndësishme nga jeta e Jezu Krishtit. Gati rëshqitazi kalon veprimtarin e shëngjon pagëzuesit, pagëzimin e Krishtit, agjërimin e tij dhe tundimin e djallit gjatë 40 ditëve në shkretëtir dhe kalon me njëherë në predikimin e Jezusit. Koha u plotësua, e mbretëria e hyjt është afër. Kthehuni dhe besoni ungjillit, siç kemi dëgjuar të dielën e kaluar. Me njëherë pastaj i thret apostujt e vetë të parë dhe shkon në Kafarnaum, ku fillon të mësoj popullin, jo sikur skribët e tyre, mësuesit e ligjit të Zotit, në bazë të autoritetit të shkrimit të shenjtë, apo në bazë të autoritetit të profetëve të vjetër, por si ai që vetë ka autoritet. Pikërisht ashtu sikur se Zoti kishte premtuar nëpërmjet Mojsiut, do të ngreh ndër ta prej vëllezërve të tyre një profet të ngjashëm me ty. Ai që s'ka për t'i dëgjuar fjalët e mia që ai do t'i flasë në emrin tim, atë do ta ndeshkoj. Ndërkaq Jezusi e te i kalon këtë premtim. Ai është edhe më i madh se Mojsiu. Ai është vetë Zoti hy i mishëruar. Ai ka pushtetin e vetë personal. Nuk ka nevojë të mbështetet në autoritetin e tjetërkujt. Ka shumë njerëz të cilët për t'u shfaqsuar për mosbesimin e vet, arsyetohen se sigurisht do ta dëgjonin Zotin nëse ai do t'u fliste drejt për drejt, por si mund t'u besojnë njerëzve? Jo, të tillët nuk kanë të drejtë. Profeti, si edhe predikatari i ungjillit të Jezu Krishtit, e flet fjalën e Zotit dhe ne kemi për detyrë ta dëgjojmë, sepse ai nuk na mëson në emër të vet, por në emër të Zotit. E Jezusi kishte të drejtë të na mësonte edhe në emër të vet, sepse ai vet ishte Zot e njëri njëkohësisht. Atë çka njerëzit e thjesht nuk e dinin, djalli i mallkuar e dinte fort mirë, se Jezusi është jo vetëm shenjti i Zotit, por madje edhe vetë Zoti, vetë hyje. Por pasi nuk e donte Zotin, ai i kundërshtoi,
çka keme ne o Jezu Nazareni? A erdhe të na zhbish? Unë e di kush je, shenjti i hyt. Por Jezusi i urdhëroi, hesht dhe dil prej tij. Vetëm pasi Jezusi e deboi djallin para syve të popullit, populli e kuptoi se ai është më i madh se profetët e tyre dhe se ka pushtet edhe mbi shpirtet e këqij, dhe zëri për të u përhap anë mban Galiles. Ne jemi të ftuar që t'i besojmë Jezusit jo vetëm në bazë të mrekullive të tija, por para së gjithash në bazë të autoritetit të tij hyjnor, sepse fjala e tij është fjalë e hyjt. Nëse dëgjojmë atë, e dëgjojmë hyjin. Nëse e zbatojmë vullnetin e tij, e zbatojmë vullnetin e hyjt krijues, Atit ton qellor, kështu që si fëmijë të tij të dashur, mund ta presim me shpresë të sigurt dhe me gëzim trashëgimin e premtuar, lumturinë e jetës së pasosur. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kaq kishim përgatitur për ju. Patut mundësinë ta dëgjoni liturgjinë e fjalës së Zotit, leximet dhe komentin e Patër Lovro Gavran për të dielën e 4 të ciklit B liturgjik. Me ju ishin Gjon Ukaj, Marigona Gashi dhe Florentina Gashi. Të fala keni edhe nga unë Don Shtjefni. Ju falenderojmë për vëmendjen. Kudo qofshi, paqi, hir e paqe prej hyjit, Atit ton dhe prej Zotit Jezu Krisht, i cili e flijoi vetveten për mëkatet tona, për të na shpëtuar nga shekulli i tashëm i keq, në përkim me vullnetin e hyjit Atit ton, i cili qoftë lavdëruar në shekuj të shekujve. Amen.